2 ditë pune në Parlamentin Evropian, ku diskutuam gjerësisht dhe çorë maskën e qeverisë, për atë që ka ndodhur realisht në Shqipëri. 40 ditë tashmë gati protestë e qytetarëve në shesh kundër qeverisë. Nuk kam më vetëm për zonat e mbrojtura, kapitulli 27 i saj e legjitimon dhe njëherë nga ana e Parlamentit Evropian kur thotë që nuk negociohet për këtë pikë, duhet abrogohen me patjetër. Po përtej kësaj del maska atë që ndodh me zëvendës kryeministër, me atë çfarë bëri Parlamenti për mos aprovuar ose mos lejuar spakun për të arrestuar zëvendës kryeministën Belinda Balluku. Kjo dhe shumë të tjera, krimi i organizuar, mënyra se si janë implementuar në ndërtim në atë libër që doli për sekretet shtetërore, ku të gjitha ndërtimet, ku të gjitha kullat janë parashikuar shumë më herët nga kryeministri i Shqipërisë. Kjo për atë mjekësi që sot njerëzit vuajnë ditën për diell, ashtu siç bujqësia, ajo që intereson zonës ku unë jam zgjedhur deputet, kur të gjithë fermerët ndodhen mes asaj që kanë investuar pafund dhe kurrë s'kanë marrë mbrapsht as vlerën e investimit, kur shalqiri dhe gjithë produktet e tjera janë në mizerje. Kjo dhe shumë të tjera, ma besoni, nuk është ajo fasada dhe propaganda që jepet në çdo televizion shqiptar, por ma besoni, ndodh krejt e kundërta. Sot maska e qeverisë shqiptare ka rënë, ndaj që të gjithë në shesh për t'ia çerrur njëre për gjithmonë, të gjithë në shesh për t'i dhënë shkelmë finale kësaj qeverie.